Menaxhimi i pastrimit të qytetit të Florës prej vitesh vjen të jetë një mision tejet i vështirë, për mos të thënë i pamundur. Kjo për shkak të mos ndërgjegjësimit të shumë qytetarëve vlonjat, të cilët duhet të ishin ata të cilët duhet ta mbronin, banin pastër qytetin, por janë kthyer sot në personat që dëmtojnë më tepër duke ndotur në çdo anë. Panoramë të qartë të kësaj situate ta ofrojnë sot me 10 kontenier mbeturinash, të cilat janë në qytetin bregdetar. Kontenier këta të boshatisur, teksa në anën tjetër në tokë gjen me 10 mbetje të ndryshme. Pavarësisht se kontenierët janë bosh, aty pranë në shesh mund të gjesh me 10 mbeturina. Mbetje këto duke filluar nga ato të plastikës deri tek ato me material robe. Qytetarët, të cilët në vend që t'i hedhin këto të fundit në koshat e mbeturinave, i hedhin ato në trotuar, në ambient dhe kudo tjetër. Kjo gjë më pas ndikon negativisht, pasi këto mbeturina nisin të prapen kudo, duke u kthyer në ndotje për qytetin. Jo vetëm kaq, por jashtë koshave të mbeturinave mund të gjesh sot edhe orendi shtëpiake, pjesë nga WC, hidrosanitare dhe çdo gjë tjetër që i përket banesave. Mund të gjesh aty edhe mbetje inerte, ku nuk mungojnë as degët e pemëve të krasitura nga ato brenda oborit. Qytetarët i bien për shkurt, duke i hedhur këto mbetje jashtë koshave, pavarësisht se është e përcaktuar se duhet i hidhen në jallit të nartës, si vendi i përcaktuar për to. Mbetje këto që përfundojnë jashtë koshave për të kursyer disa litra naftë apo pagesën e automjeteve private. Aty më pas ushqen dhe kafshët e ndacake, por edhe bagëtit, ku pikërisht këto kafsh kthehen më pas në faktor përse një pjesë e mbetjeve përapen në qytet. Ata për të ushqyer përapin mbeturinat në territor, duke rritur edhe më tepër ndotjen. Vlen të theksohet gjithashtu edhe fakti se duhet një angazhim më i madh edhe për pastrimin e qytetit. Orare duhet jenë më të shpeshta që të mos konstatohet më kjo situatë. Imazh negativ për Vlorën, por mbi të gjitha duhet të vendosen në funksion të tjera mjetet e teknologjisë, të cilat mund të bëjnë punën e duhur që nuk kryhet me fuqi punëtore.